Ina, në një intervistë ekskluzive për mediat, ka folur hapur dhe pa doreza për sjelljen e Gjestit brenda shtëpisë dhe ndikimin që ai pati tek Egli. Ajo nuk e fsheu zhgënjimin e saj dhe me tone të ashpra deklaroi se Gjesti ishte arsyeja kryesore pse Egli u sëmur dhe, përfundimisht, u detyrua të largohej nga shtëpia e Big Brother. Gjatë intervistës, Ina tregoi detaje mbi mënyrën se si Gjesti e trajtoi Eglin, duke e lënduar psikologjikisht dhe duke e manipuluar përmes lojës së tij strategjike. Ajo tha se që në fillim kishte vënë re se Gjesti nuk kishte ndjenja të sinqerta për Eglin, por thjesht po e përdorte si pjesë të taktikave të tij për të qëndruar në qendër të vëmendjes. Gjesti ka qenë shumë i pamëshirshëm me Eglin. Ai e ka përdorur atë për lojën e tij dhe nuk ka pasur as pak konsiderat për ndjenjat e saj. E keni parë të gjithë se si e trajtonte, duke e ofenduar, duke u tallur me të dhe pastaj duke e bërë të ndiej fajtore. Ai e uli moralin e saj aq shumë sa që Egli filloi të ndiej keq dhe të izolohej. Nëse nuk do të ishte për të, ajo do të ishte ende në lojë dhe nuk do të ishte detyruar të largohej për shkak të shëndetit të saj, tha Ina, me një ton të vendosur. Ajo shtoi gjithashtu se ishte shumë e zhgënjur nga fakti që Gjesti nuk kishte shfaqur asnjë pendes të vërtet për atë që ndodhi. Sipas saj, ai vazhdon të luajë të njëjtën lojë dhe nuk e pranon asnjëherë fajin. Madje, ai vazhdon sikur asgjë nuk ka ndodhur, sikur Egli nuk ishte një person real me ndjenja të vërteta. Kjo më bën të besoj edhe më shumë që ai nuk kishte asnjë ndjenjë të sinqertë për të dhe e shihte vetëm si një mjet për të qëndruar në lojë, shtoi ajo. Ina përfundoi intervistën duke thënë se shpreson që publiku ta shohë të vërtetën dhe të mos lejojë që një lojtar si Gjesti të arrijë deri në fund, pasi sipas saj, ai nuk e meriton të fitojë. Ajo gjithashtu shprehu mbështetjen e saj të plotë për Eglin, duke thënë se ajo meriton shumë më tepër se sa çfarë i ndodhi brenda shtëpisë.